Aktgjykimi është jashtëzakonisht I qartë kur është fjala tek mënyra e votimit, sepse I referohet kreut të 4 të rregullores së Kuvendit, pikërisht neni 8, ku ka një agjendë të paracaktume të seancës konstituive dhe aktgjykimi pikërisht I referohet neni 8 të rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe aty janë 3 pikat e agjendës, në ndërkohë që kur flitet për votimin e fshehtë, ai e thot qartë se neni 8 nuk ka referenca te asnjë nën tjetër I cili flet për ndryshimin e rendit të ditës apo për parashtrimin e mocioneve procedurale. Ju e keni pa për ma shumë se 35 herë, na kemi një mocion procedural të cilin ne refuzojmë sepse nuk është pjesë e rendit të ditës I paracaktuar sipas nenit 8 në takimin e partive politike kur është përgatitur seanca konstituive. DK-ja do të merr pjesë nesër në takim pavarësisht, po e them edhe një herë, mungesës së bashkëpunimit nga ana e lëvizjes vetëvendosje të cilin ju e pat dhe ishit dëshmitar këtu vetëm para 5 minuta zoti Kurti, nuk e morr mundin prej sallës plenare me ardhur deri te salla takimi numër 10 ku ishin prezent të gjithë liderët e partive politike.